Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falendrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut Zotit Gjithësisë, se vetëm ai meriton të adhurohet dhe të falendrohet. Dhe ne vazhdimisht e falenderojmë, e adhurojmë sepse na dalloi i gjithë krijesat e tjera, duke na bërë njerëz, po mbi të gjitha duke na dhënë imanin, besimin, se pa besim regjistrojë vetëm ku dush Allahu na rë. Po e falenderoj që na solli dhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili është i zgjedhur i krijesave dhe i zgjedhur i dërguarve të tij. Dhe e mbylli me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu inshallah na i pranoj agjërimet e kësaj dite, namazet e kësaj dite, veprat e mira që i keni punuar kësaj dite, Allahu inshallah i pranoj. Allahu ju bekov, edhe ju mëshiroj gjithë. Ta falenderoni Zotin, unë bashkë me ju, dhe ju, që ju ka dallu mbi gjithë njerëzit ku jetoni edhe në lagje. Sigurisht që Allah ju ka dëshuar, se i kemi shokët, i kemi miq, i kemi komshit, që akoma nuk e di pse kanë ardhur në këtë botë. Nuk e di. Edhe ka mundësi që ta mëllin që shumë po hata e mënë. Dhe më thanë, ti thoi robi vetës, që këtu ku marrë vesh me marrë buke me rajtë dhe unë, është gabimi jonë. Edhe ju të falendroni, se mund të ketë një lagje për shembull një person, 2 lagje 3 persona, është bereqet i madh me lagje. Ka një hadith që thot, Zoti ngre 70 bela për hatër në ati që fale. 70 taksirate i alergua sa i lagje për shkakun se është një njeri aty që falë namaz. Kurse ata në krahun tjetër thonë, e kena i budallë në lagjet tonë. Thonë, e kena i në. E dini pa mve i gru i këtu. Edhe tha, nuk e di që ka bore. Bore saj, ishte nata që s'falet edhe filloj të falet. Po Allahu Zotit falet 5 kohët e namazit, po të qojë të agjeronte vazhdimisht edhe namaz në file, të falet edhe natën, edhe ke ishte po problem shumë për këtë falen e natës. Mirë, thë këta ditën falen e vitën. Po natën, të unë e pata mirë, thë kam i hiku menja. A e imagino. Pra, atë njeri që këtë ditë nga shpia, me arë me ju lutë Zotit, me ju ratë Zotit në seshte, këta i shërin budallah. Mirë për taj herë kjo loj budallalliku është, që e qujnë ata është pasurit. A e dini se edhe Nuhu alayhi salam i kanë thonë budallah. Pse i ka? Mori urdhën për i të modhe Zotë Gjellë më ndërtoj një anije në rëmë, në tokë. E kemi ditë, thënë që është budallah, për jo ka i budallah. Ku e deti, ku e ndërtoj kjo anije? Si me ndërtoj anije në tokë ku jemi ne? A ka detë tu? Zërmanisht, ato portët e mdoje bëhen mbrejt detit, që ti ke në afrë, ku ti shënët e nuk e do ti ke në afrë. Edhe ata së pëmë në dëjë, sepse nuk e di në që është Zotit. Nuk besoj. Se po të besojnë, vënë edhe ata falen natën, a gjërën edhe ata me ju. Po nuk besojnë Zotit, s'ka një manë. Edhe musliman mund jetë, nuk ka problem. Mund të ketë edhe emrat mirë që mund t'i ketë, po nuk po të bitë. Edhe budalli, badull është pasurin. Po mua, më qëjtë budall, për 2 gjona. Fillohë punë ju të dashur, Zotë ju bekov, atë janë rejnës kjo raporti, rrëdhë viteve të 79-80.
Edhe sa shkoj ditë në parë në punë, si edhe, për herë parë shifshem ato vëllezër, disa e njifshem, po shumicën jo. Tha, njoni për e tyne, a i kapo, tha dhe të pës dy gjona. A je i mërën, musa ishe mërdu. I ojë po e më lepi, i ojë nuk i haldu javë në punë, do hiqesh në punë. Ju të regoj e të rëshokë tjerë, hajtë se që ka kështu i thënë, gjysë budalli, jo budalli të mënë, dhe që ka gjysë budalli. Vëllaj, mos kisha as i kartel, ati, ke spitali psikiatri, as i kartel, si shë vizitua se jera ti. Leha se që ka me kështu kita budalli. Jo vëllaj, as i moralitet, as alkohol, thash ju betohem zotit s'kam prek. Sa ishe përdu? Tha nuk i hajtë javë dhe e për të heqë nga puna. Allah dhe vesh nuk kam hikë vetë për zotit. Ka e sa i drejtori që kishim ati i shefi, ka e sa parë zotit gjithë më hikë, vetëm të mos me ju betohem zotit. Sliri, punë, mos e kishte i problem se ma dërzot në punë edhe s'kishte për të kontrollu më se t'ishte gjallë. E kishte të maru me punë. Ja si se që do t'i shkuaj i pronari ati i punëtorit, 50 herë mrama se e pakeqa punëtorit dhe qërkati e. Punë të me se më në lotë më, ju betohem zotit. Edhe thamë, kur ke për t'iku, thamë më, thamë, kur ma shifë një letër në t'jem plekë, si ka vdek një punëtorit, atëherë se keni mage puna. Ama se t'jem gjallë, thërë, se lave në posë më. Ishim nga punën për i moralitet, ama për dallë. Për zotit. Edhe se një du dalë ca moshe e kështu, i shesin me njëni tjetëri. Këtë dashur të jetën qërë, ku e dashur të? I thonë njëni tjetëri, lere ka. Në klasë atë për më tregojnë, atë që në shkollë dhe, mrapa boski, jo, mrapa boski, ja? Ke për tja pa hajrë, mirë të dhe kur e shëfqet, e pe kohë sotit. Persone, dy gjana. Allahu Gjelishërë në ka sjell një ajet në Koran që flet për gratë e sinqerta dhe porët e sinqerta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Ata njerëzit nuk që në urdhëru për gjë tjetër, vetëm që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet. Fjallën sinceritet e kishin për qëllim sonë. Në një ajet tjetër, Allahu Gjellegjallahu thotë, vëssadikine, vëssadikati. Burrat sinqert edhe gratë sinqerta. Edhe kur i bëhet koment, sa e fjallet Allahu Gjellegjallahu thotë, në fjallë edhe në vepra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mi garantoni 6 gjona, t'ju garantoj xhenetin. Dy po e thamë se vënonë shumë. Tha ti është i sinqert. Sinceriteti është diçka që është në zemër. Del prej zemrës. Edhe zakonisht nuk shihet këtë rroba. As ke pamja fytyrës, as kërkura, absolutisht. Është e ka qendrën, e ka folet në zemër. Sinceriteti është diçka që edhe me lekë të Zotit nuk e kontrollojnë. Vetëm i mund dhe Zotit që në gjëra ku. Qërë thotë Allah, u e ma umiru, illa liya'budullah. Ata pa të marrë urdhën thotë që ta adhurojnë, vetëm Allahun për me sinceritet më. Ta dini se nga ato 6 gjonët që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do t'ju garantoj xhenetin, tha je i sinqert. Në fjallë edhe në vepra. Tha e dyta tha, majeni besën e vërë. E në vërdet në vërë. Po inshallah, do të tregoj kur të jemi nesër, inshallah, darë zotë. Nesër rama. I sinqert në fjallë dhe në vepra. A di sa kushtohet? A i sinqerti. Të shkojnë veprat krejt katë. Do dali njëri për para zotë. Dim në gjugemi. Ka ranë fosh luftës.
shahid. Pra, në pamjet tona, themi se ky ka qenë shahid për hir të Zotit. Por ka pamja Allahut ka dhe i tjetër sekret të mënët, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kujdes thot, rregulloni ato që shef Allahu dhe jo ato që shohin njerëzit. Pra, rregulloni zemrën. Dhe ai i cili e ka zemrën të sinqertë, nuk ka problem se si ka rrobat nga jashtë. Se shohin me që i përqindje e madhe njerëzit të marrin qafë nga pamja jashtë. Të marrin qafë nga pamja jashtë. Me e pa atë ministri, me e pa atë deputetin, me i pa atë drejtorat, me i pa atë kuadrat, edhe në atë kohë që ka kalu, ekstra me i pa nga pamja jashtë. Ato shkëtërëshin tjetër. Veprat atyre ishin këtë falso. Edhe ky shahidi del përpara Zotit. Allahu xhela xhelalu i thotë, ti nuk je me shahidë, thotë, do kalon ne. Pse ja Allah? Ta nuk e zbulojmë, ha? Ne zbulojmë shumë vonë. Rrallë në njënit. Thotë, ti ke ra shahid se ke pas 2 qëllime. Normalisht do të kesh vetëm një qëllim, për hir të Allahut, për të fituar kënaqësinë e Zotit. Që të lartësohesh tek Allahu. Por çka ke pas 2? Një që të fitosh kënaqësinë e Zotit, por ke pas edhe një dëshirë të qef, nuk e di me këtë. Të zbulon vetëm i madh Zot. Që thonë njerëzit, Allah të trejmë i madh filonin. Shkruajnë edhe në gazeta Zotit, për tregërinë e filonin. Por të e pas të zemra. Edhe pak për shahid, për hir të Zotit, edhe pak për njerëzit. Kjo pak për njerëzit, thotë Allahu xhela xhelalu, merr kuptues. Unë nuk jam. Shpërblim. Kera për njerëzit, vërtet për njerëzit. Tu ka përzi njëti. Tu ka përzi qëllimi. E ke prish sinceritetin, ajo vepër s'ka asnjë vlerë. Majën i tha besën e vonë. Mos tradhtori. Në ditën e gjykimit, tradhtari do të duket miliarda njerëz. Ka i flamur të veçantë. Prej larg e shohin gjithë, që ky pas e tjetë në ata, që e ka thënë besën. Nëse je musliman besimtar, fal namaz, Al-Jina Ramazan, ke krej haqim, mos tradhton dhe bëhu i sinqert se këtë veprat të shpejton. Wasadikine, wasadikate. Edhe për gratë e sinqerta, edhe për burrat e sinqertë, Allahu i lavdron Kur'anin e Madhëshëm, dhe në këta jetë flitet për 10 vepra, 10 lloj veprash i përmend Zoti xhela xhelalu, burr edhe gru. Ama nëse nuk je i sinqert, edhe fjalë, edhe vepra. Pra çfarë kuptojmë prapë nga fjala e Zotit xhela xhelalu? Do vjen njëri që do t'i marrin qartë në fjalë. Florinën mashallah. Na knoqën, s'ka vepër. Edhe kur e komentojnë vësadikine, vësadikati, thuhet në fjalë edhe vepër. Se do të me ndjesh se s'bën edhe vepra. Se pa vepra fjalë bukura, Allahu na ruaj. Si pema e bukur, me hije, kokra s'ka. Ai heshmi, Zoti e begon, ka shkruajt bukur me vjersh edhe thot, rrofshë qofsh për jetë, më i pem lavdije, mirë që na bën i kokra, po na bën dhe hije. Në më nëri do në dyja. Edhe fjalë, edhe vepër. Bëhu muslimari mirë. Bëhu besimtari mirë. Bëhu falsi mirë i namazit. Bëhu agjeruesi mirë. Bamirësi mirë, po bamirës që të kesh për qëllim vetëm të fitosh kënaqësinë e Zotit xhela xhelalu. Edhe haptas, edhe fshehtas, nuk është problem, por mjafton që mos devijojë shejtani më kohë. Qëllimi, sepse po të devijojë qëllimi, atëherë kena humbur të dy bashkë për Zotin. Zoti na udhëzoft në gjithçka që fitojmë kënaqësinë e Zotit. Allahu na bëft nga sinqeritet. Edhe na rinjallë me sinqeritet inshallah.